Mirë, shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në Tiktal, ku do të ndalemi ditën e sotme tek ngjarjet dhe zhvillimet politike në vendin tonë, por sigurisht do ndalemi më vonë edhe tek gjeopolitika, por më pas në pjesën e tretë do ndalemi edhe tek Kosova. Për të diskutuar mbi zhvillimet politike në vendin tonë, kam të ftuar zotin Osman Stafa, ish kryetari i Partisë Demokratike në degën e qytetit të Durrësit. Zoti Stafa, ju përshëndes. Përshëndetje dhe juve. Kënaqësi jeni me mua. Për taksim dhe kryetari komanduar i degës së Partisë Demokratike, dega numër 2 Durrës. E qartë. Mirë, zoti Stafa, do doja të ndalesha pikërisht tek një zhvillim i fundit i ditës djeshme, ku qeveria shqiptare është skualifikuar nga Ministeriali i Energjisë së Bashkimit Evropian në një vendim të datës 18 dhjetor. Ky ministerial ka vendosur të ndëshkojë qeverinë shqiptare për shkak të detyrave që kjo e fundit ishte zotuar të realizonte në sektorin e energjisë, dhe në këtë vendim të Bashkimit Evropian thuhet se qeveria shqiptare duhet të raportojë gjatë vitit 2026 se çfarë hapash do të ndërmarrë në korrigjimin e problemeve të konstatuara në politikat e energjisë. Dhe ky vendim vjen pikërisht për shkak të hetimit që është bërë ndaj zonjës Belinda Balluku. Dhe pyetja lind se si e shpjegoni përjashtimin e Shqipërisë nga Ministeriali i Energjisë së Bashkimit Evropian, dhe nga ana tjetër, a është ky një dështim politik apo edhe teknik i qeverisë? Atëherë, nëse do më lejoni, unë do të kem dëshirë ta shtri pak më tej bisedën tuaj, përgjigjen për bisedën, për pyetjen tuaj. Ka një të vërtetë një fjalë që bota pas viteve 2000 energjisë jep një rëndësi të jashtëzakonshme. Ka dhe një të vërtetë tjetër që Europa, pra nga vitet 2000, kaloi disa periudhë të vështira politike. Populizmi e pushtoi Europën dhe Europa pothuajse devijoi nga boshti i saj. Dhe po sikosh sot dhe pesha gjeopolitike e Europës nuk është më ajo e Europës së dikurshme. Ndryshimi i presidentit dhe i politikës në Amerikë e nxori në pa dobësinë e Europës. Vim thjesht tek pyetja juaj, e cila është shumë e rëndësishme. Unë në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike dhe si qytetar e gjej rastin një fjalë së pari t'ju falenderoj juve për pyetjen, sepse është një nga temat më të rëndësishme. Pra, duke ju dhënë një kompliment në kuptimin e mirë të fjalës, misioni i gazetarisë dhe gazetarës ky është problematikat. Ju falenderoj. Dhe unë gjej rastin t'ju falenderoj se është një temë shumë e rëndësishme. Kjo që ka ndodhur dje, nuk ka ndodhur dje, pra dje u mor një vendim. Për hir të vërtetës, kjo ka kohë që përgatitet në korridorët e Europës. Ne i dëgjojmë shumë saktë edhe skandalet që ndodhin në Europë dhe tek përfaqësuesit europian. Ky i përket kësaj politike që sot Europa ka ndërtuar brenda vetvetes dhe aleatët. Kjo është produkt i një politike që George Sorosi e ka ndjekur pas viteve 90, pothuajse në gjithë Europën, veçanërisht në Europën lindore. Dhe kjo që ndodhi nuk ishte sepse unë merrem me biznes. Dhe merrem me ndërmjetësim dhe menaxhim të energjisë. Unë e njoh goxha mirë këtë sfere edhe i kushtoj një rëndësi të jashtëzakonshme për interesat e mia personale. Por kjo është e vërtetë, pra kjo që ka ndodhur, ka kohë që përgatitej dhe ne e kemi ngritur si shqetësim, që do vinë një moment që Shqipëria, politika shqiptare, do të ballafaqohet me këtë lloj realiteti. Ju më drejt si gazetar do të thoni, Osman, patjetër kush është ky realitet? Realiteti është ky që ndodhi, pra filluan barrierat e para politike të Europës ndaj politikës shqiptare, sepse nga vitet 2013 dhe deri më sot mjafton të marrim një analizë shumë të shkurtër. Si tregu i burimeve njerëzore në Shqipëri. Janë larguar pjesë dërmuese e shqiptarëve. E keqja e Shqipërisë sot nuk është larguar dhe mosha, pra brezi juaj. Sepse për hir të vërtetës, siç është brezi juaj sot, do të jetë Shqipëria nesër. Kanë filluar të largohen dhe ato që janë 50 dhe 60 vjeçar. Janë larguar profesor, janë larguar doktor, janë larguar shkencëtar, janë larguar inxhinier. Atëherë tregu i punës në Shqipëri. Çfarë vendi është? Kush është situata? Ja ku jemi. Vim tash tek shqetësimi real dhe vendimi i Bashkimit Evropian. Është më së normale, sepse ne di mirë se si do të them një detaj shumë të shkurtër për të kuptuar dhe thelbin e përgjigjes time për pyetjen tuaj. Në 2015 ishte kryetari i Partisë Demokratike për zgjedhjet në Durrës. Në një takim me një zëvendës ambasador, pas rezultatit, ku gjeta rastin ta denoncoj me fakte krimin elektoral të ndodhur në Durrës dhe zotëria më ka thënë në ligjërat shumë të drejtë.
Zoti Osman tha, unë ju falenderoj tha për çfarë prezantuat, për të denoncuar tha këtë masakër zgjedhore. Por unë tha, në vijim të shqetësimit tuaj do t'i them një gjë. Kjo që thoni ju tha është 1/10 e asaj që dim ne. Pra gjithçka ndodh në Shqipëri, shërbimet inteligjente, shërbimet partnere, qoftë dhe shërbimet që kanë interesa për ta destabilizuar qoftë politikën shqiptare, qoftë ekonominë shqiptare, din shumë më tepër se sa dim ne në realitet. Dhe ky vendim ka kohë që përgatitej, sepse Ministria e Ekonomisë, Ministria e Transporteve ishin kthyer si një pronë private. Kjo është një fatkeqësi. Kjo nuk është fatkeqësi një fjalë që ka zonë poshtë opozitën. Kjo është një fatkeqësi që ka uzurpuar shoqërinë shqiptare. Sepse përgjegjësia e politikanit, përgjegjësia e shtetarit është larguar nga betimi si shërbëtor i popullit, i qytetarit, dhe thjesht e kanë kthyer një fjalë pushtetin në një pronë private duke ndarë në interesat të caktuara. Unë gjej rastin, e mbarova dhe vazhdoni, pa problem. Gjej rastin t'ju them, do t'jetë një fatkeqësi shumë e madhe për çfarë do dëgjojmë në të ardhmen. Në cilësinë e kryetarit Partisë Demokratike, nuk kam dëshirë ta shfrytëzojmë politikisht, por do t'jetë një fatkeqësi e jashtëzakonshme se çfarë masakrash do të dëgjojmë, duke filluar që nga pushtetarët, që nga grupet të interesit, gazetarë, sepse edhe shtypi për hir të vërtetës ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Dhe ky ishte ajo pyetja ime parafërsisht, unë pra jam i qartë që suallash drejt për drejt përgjigjen, por ky lloj vendimi ka kohë që përgatitej, sepse ato dinë gjithçka. Po të shohësh sot. Do të marrim një zonë shumë të thjeshtë. Nga 2013 deri më sot, sa është investimi i kapitalit huaj në Shqipëri? Është për të ardhur keq. Para nesh është Maqedonia, para nesh është shumë e lartë Malezi, para nesh është shumë e lartë Serbia. Vetëm në Shqipëri jo. Sepse Shqipëria në korridorët e politikës europiane ka një pull të kuqe me një X lartë që është çështja e riskut, pra investime me risk të lartë. Dhe gjithçka vjen prej politikës shqiptare. Unë kam patur një ndërmjetësim për një biznes shumë interesant për të investuar mbi 1 miliard euro në Shqipëri, dhe në moment që i bëra projekte dhe i prezantova mi fjalë tregun shqiptar, ato thanë, Shqipëria është me risk lartë për investime të tilla. Dhe përgjigja tyre dikush ishte, më thanë, sepse në politikën shqiptare është të përzier shumë krimi dhe paraja e krimit. Qartë. Zoti Stafa, nga ana tjetër ajo që është më e rëndësishme, është e pranueshme që një ministre që përballet me hetime nga ana e SPAK të vazhdoj të ketë përgjegjësi si për sektorët strategjik siç është edhe energjia, dhe nga ana tjetër, mbas këtij vendimi të Bashkimit Evropian që është shumë i rëndësishëm, a do të ketë përgjegjësi politike, dorëheqje apo edhe shkarkime? Përgjegjësia politike në Shqipëri ka marrë fund. Për fatin tonë të keq. Unë shpeshherë ju them miqve të mi, kjo që ndodhi me 11 maj nuk është problemi se humbi Partia Demokratike. Partia Demokratike në çdo lloj niveli kishte të pamundur të fitonte, sepse rezultati ishte i parapërcaktuar sepse kemi një pushtet të njësuar me shtetin, ku krimi është, si të mund të kur ju duhet, është fuqia paravepruese në shërbim të politikës, shtetit dhe të pushtetit. Kjo që ndodhi, në moment që zonjës Balluku, nëse do ishte një politikane apo një shtetare, e dej në shërbim të qytetarit, për skandalin më të vogël, ai do të dilte para qytetarëve, t'ju thonte, të nderuar qytetar, apo para subjektit politik që përfaqëson, unë ju kërkoj ndjes, për sa kohë kjo akuzë do të jetë, pra mbi supet e mia, unë largohem nga politika dhe nga çdo funksion. Kjo është përgjegjësia e shtetarit. Por po ta shohësh sot mekanizmat në shumë debate që kemi patur në korridorët e Partisë Demokratike, ju kam thënë me fjalë që zonja Balluku nuk do të japi dorëheqjen. Dhe disa ishin optimistë të cilët parashikonin të kundërtën që zonja Balluku do të jepte dorëheqjen. Ajo e ka vështirë të japi dorëheqjen për një arsye. Është përdorur aq shumë, aq dhunshëm nga pushteti dhe nga grupet kriminale, me orientim të qartë dhe me një suport të jashtëzakonshëm
të kryeministrit Rama dhe ka të vështirë të tërhiqej sepse duke u tërhequr ajo do të jepte një akses apo një dorë të lirë drejtësisë. Ka një të vërtetë, ato e dinë më mirë sa ne, e dinë më mirë sa ju që jeni gazetare dhe sa unë që jam kryetar i komanduar i Partisë Demokratike apo politikan. E dinë më mirë. Pra drejtësia, duam në shërbimet inteligjente, ka në dispozicion prova të pakundërshtueshme. Ajo nuk e jep dorëheqjen sepse e para mi fjalë grupet e interesit nuk e lejojnë. Kryeministri është pjesë e kësaj çfarë po ndodh. Unë nuk besoj mi fjalë që sot shqiptarët janë nga ato që mund të mendojnë dhe besojnë që pas shpatullat kryeministrit dikush ka hëngër moll, dikush ka hëngër fiq, dikush ka hëngër dardha. Po, por nga ana tjetër nuk është e lehtë të dëgjosh edhe që zonja Balluku ka 300 apartamente dhe miliarda euro. E nderuar gazetare. Shqiptarët, nëse shoqëria shqiptare ka pak sens reagues, do t'ju vit turp nga ato që do të dalin, nga xhevahiret që do dalin. Nëse do ju zbulohet pasuria e këtyre, ne do na vit turp nga kush na ka përfaqësuar. Sepse në kuptimin e mirë të fjalës do na duket sikur një band e cila ka menaxhuar pushtetin, na ka grabitur, ka bërë humor me dhimbjen tonë, sepse kur në një shoqëri me fjalë sot kemi mbi 700.000 pensionistë, do thotë që shoqëria shqiptare do ketë një kolaps të jashtëzakonshëm nesër për tregun e punës. Sepse është një bisedë shumë e gjatë dhe kërkon një analizë jashtëzakonisht të hollësishme se çfarë do të ndodhë nesërme. Nëse unë sot reagoj ndoshta duke e ngrit pak dhe intonacionin, është sepse unë parashikoj që do të ndodhë nesër, nëse ne nuk reagojmë sot. Kjo është fatkeqësia jonë. 300 apartamenta janë pak. Ne do të ndjejmë gjëra që do të na vijë turp, se çfarë kanë bërë këto me pushtetin, duke filluar që nga orgjitë kolektive dhe grabitjet në mënyrë të frikshme, ushtrim dhune, presioni për interesat caktuar, për tenderet të caktuara dhe për gjithçka të caktuara. Parat publike disi janë menaxhuar duke kërkuar ndjes. Dhe shkon, pra unë jam daj, pra kam nipa dhe mbesa. Ke parasysh shkon daja ke nipat dhe ju bën nga një dhuratë. Dhe për me jarë keq, ati që është më i dobët i bën një dhuratë pak më të madhe. Këto kështu i kanë menaxhuar parat publike të shqiptarëve. Ky tender nga 4 milion do të shkojë 8 milion, po këto 8 milion do të ndahen 1 këtu, 2 këtu, 3 këtu. Kjo është dhe ne që do të dëgjojmë nesër, kur do të i ballafaqojë Spaku, do të skuqemi nëse kemi shoqëri që kemi përgjegjësi për vete, sepse ajo është djersa juaj, djersa ime, djersa e shqiptarëve. Pastaj, mos harroni diçka, mjafton të bëjmë një pyetje shumë të thjeshtë. A i dini sa është borxhi publik i Shqipërisë sot? Shumë pak vetë a i din. E ka kaluar shifrën e 14 milion eurove. Pra ka kaluar shifrën e 14 milion eurove. A e kuptoni se si menaxhohen paratë e shqiptarëve? Unë do kisha dëshirë që kjo bisedë të bëhej në studio, ku ne të ballafaqonim prova dhe fakte shumë tepër të mëdha se çfarë po ndodh, mënyrë se si është menaxhuar sistemi energjetik, se si po menaxhohen pronët publike, se si janë investuar investimet. Vetëm në Shqipëri ndodh me fjalë, vetëm në Shqipëri ndodh që buxheti i shtetit nuk ka realizohet dot, sepse në qoftë se ti nuk je pjesë e një skenari ku parat publike për një tender të caktuar do të shkojnë në favor të një shoqërie të caktuar dhe do të ndahen me elitën politike, pra duke filluar që nga ministria, kryeministri apo ekipi i cili menaxhon, dhe këto para publike në fund të vitit del një fjalë që buxheti i shtetit nuk i pas ka investuar dot. A i keni parë rrugët publike të shqiptarëve? A i keni parë shkojnë në për zonën rurale? Këto investojnë, pra këto ndërtojnë shkolla ku ka 4 nxënës dhe harxojnë 2 milion euro, dhe shkolla pas një viti asgjësohet dhe si objekt. Kur aty kemi 4 nxënës, 5 nxënës, sepse shpopullimi i Shqipërisë sot është kthyer jo në trend, është kthyer në një skenar të frikshëm. Unë do të kisha dëshirë dhe shumicisht u sugjeroj edhe si debat. Por çfarë ka ndodhur me shqiptarët? Si ka mundësi të ndodhë ky lloj largim i rinisë shqiptare? Pse ndodhi?
Patjetër që ne do kemi mundësinë që këtë bisedë ta bëjmë edhe në studio, zoti Stava. Por një tjetër çështje shumë e rëndësishme, edhe jo më pak e rëndësishme se rasti i zonjës Balluku, është rasti i Ergys Agasit, ku avokati Max Axhia në një dalje ditën e dieshme për mediat nga ambientet e SPAK deklaroi se klienti i tij Ergys Agasi, për të cilën SPAK ka lëshuar dhe urdhër arresti, po përdoret politikisht. A mendoni se nxjerrja publike e këtij rasti shërben për të goditur kundërshtarët politik dhe jo për një drejtësi të pastër? Atëherë, kjo kur është krijuar SPAK-u, unë i përkas atij grupi qytetarësh dhe politikanësh. Mënyra si është votuar SPAK-u, unë kam qenë totalisht kundër, sepse një deputet e kanë marrë me pranga, i kanë urdhëruar deputetët shqiptar për të votuar SPAK-un, për të krijuar SPAK-un. Por çdo organ drejtësie unë më shtes maksimalisht dhe pa më të voglin rezervë. Dhe kur cënon interesat, pra aq kohë sa interesat e subjektit tim politik nuk i ka qartësuar ligji. Pra unë njoh ligjin. Siç adhuroj Zotin, njoh ligjin si gjë të shenjtë. Ajo çfarë po ndodh sot, sepse ka diçka. Dalja e Agasit, ekspozimi i gjithë faktorëve, elementëve etj. Është edhe për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit publik. Pra pushteti bashkë me një grup mediash, të cilët janë kthyer në zëdhënëse të pushtetit, sot po krijojnë çorientimin e opinionit publik nga e vërteta. Zoti Agasi është pjesë e përgjegjësisë. I takon organeve të drejtësisë ta hetojnë deri në detaje gjithçka. Po, por të mos harrojmë, zoti Stafa, se Ergys Agasi është një person pa funksion shtetëror dhe ndërkaq i angazhuar në biznes, por nga ana tjetër shfaqet me një hetim, me një peshë shumë të madhe politike. Atëherë, në politikën shqiptare, duam ne, jo pak herë individ të cilët nuk janë të lidhur drejt për drejt me politikën apo të ekspozuar nëpërmjet karrikës së pushtetit, kontrollojnë, menaxhojnë apo kanë frenat e pushtetit. Ka individ të tillë dhe zoti Agasi është një nga këto individ. Sepse gjithçka po ndodh. Unë kam këtu më fjalë daljen treg e këtyre informacioneve. Unë e shoh një fjalë edhe një kurth për të manipuluar opinionin, sepse ka shumë gjëra më të rëndësishme dosja e Belindës dhe dosja e Ramës se sa dosja e Agasit. Pavarësisht se të tre këto element janë të ndërlidhur me njëri tjetrin, janë pjesë të një sistemi. Pra këtu gjithë për probleme për fjalë që këto e kanë kthyer në sistem, vjedhjen, grabitjen, manipulimin, siç kanë kthyer në sistem pra pushtetin dhe shtetin në një makineri elektorale. Vjedhin 4 vjet për të blerë votën një ditë. Ndaj dhe Shqipëria është në këtë lloj situate. Dhe pastaj e kthejnë mekanizmin apo komplet mediat, që janë disa media që janë zëdhënëse të pushtetit, i kthejnë për të goditur opozitën, a thua që sot përgjegjësia e kësaj situate është e opozitës shqiptare. Po e dashur mike ime, opozita shqiptare ka përgjegjësitë e saj, pa diskutim. Jo pak herë ka qenë apo viktim e dhunës së pushtetit, apo interesave gjeopolitike që vijnë edhe nga faktorë të huaj. Por sot përgjegjësia kryesore është e pushtetit dhe ka një emër të drejtë për drejtë. Kryeministri i Shqipërisë Edvin Kristaq Rama është kryeministri i shqiptarëve. Përgjegjësi kryesor dhe autori kryesor gjithçka ka ndodhur dhe po ndodh në Shqipëri, ajo është përgjegjësi kryesor. Belinda Balluku e lançuar pafund në pushtet, ka menaxhuar fondet publike dhe shqiptarëve në mënyrë të frikshme. Ergys Agasi, pjesë e këtij mekanizmi, pjesë e këtij sistemi. Pra ne duhet të godasim sistemin, këto janë një. Pastaj ka një edhe diçka tjetër. Në momentin që ka ardhur, në momentin që këto ballavaçohen me drejtsinë, sepse do vinte ky moment do vinte. Nuk e ndalte as kërkush, sepse zullumi ka edhe një gjë shumë të thjeshtë. Zullumi i themin e nga Shqipëria mesme që jam unë, gjithçka kputet kur hallohet, zullumi kputet kur trashet. Këto kanë vjedhur aq shumë, por ka edhe diçka tjetër. Kur vjen momenti pasaj për në ballavaçim me qytetarin, me ligjin, apo kur vendosesh me shpatullë për muri, janë disa dëme anësore i quajnë këto. E ajo hallka më e dobët, hallka më e lehtë. Ergysi, pra, tash media ka filluar të thotë një fjalë dhe i dhan shumë zë dekadës zotit Haxhiaj. Ajo ofendon veten si avokat. Sepse të thuash një fjalë që është jashtë shtetit për të lidhur marrëveshje, por nga SPAK-u njoftimet nuk kanë shkuar dje që doli zoti Haxhiaj. Pra, po ofendohen qytetarët. Dhe kjo është
kjo është e pafalshme. Pra këtu ofendohen qytetarët. Ndaj unë themi fjalë që dhe zotëria, s'duam ne, është hallka më e prisht e atij sistemi, pavarësisht se ka patur një pushtet të jashtëzakonshëm. Është përdorur në mënyrë të frikshme, uroj mi fjalë në kuptimin e mirë fjalës, të ketë prova për të shpëtuar jo atë që ka bërë, por për të ruajtur balancën që ndëshkimi të jetë në baraspeshë me atë çfarë ai ka realizuar. Sepse në të kundërt do të kthehet në viktim, në një viktim që ndoshta pse jo mund të rrezikohet dhe jeta. Pra nga një person me një peshë të jashtëzakonshme në pushtet, që tërhiqet e fije të pushtetit, ai sot apo nesër mund të jetë edhe i rrezikuar nga, sepse ky lloj mekanizmi, ky lloj sistemi, diçka do të jetë e quajmë në fjalë si themun ty, janë dëme anësore për të shpëtuar shtyllën kryesore që mban sistemin. Qartë. Mirë, zoti Stafa, jemi në limitet e kohës, do doja shumë ta kishim zgjatur këtë bisedë, por do të kemi një moment të dytë. Do doja të ndalesha tek pyetja e fundit tek kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, i cili në një dalje për mediat është pyetur për zotin Ervin Saliani dhe i tha se Saliani është vetë përjashtuar nga Partia Demokratike pasi kaloi vijën e kuqe. Ju vetë sot si e shihni të gjithë lëvizjen e zotit Saliani dhe nga ana tjetër të gjithë situatën brenda Partisë Demokratike dhe protesta që u organizua ditën e pardjeshme? Sali Berisha duam është faktori i rëndësishëm i Partisë Demokratike, është lider historik i Partisë Demokratike. Saliani është një djalë karizmatik, me ulje ngritjet e tij. Në politikën shqiptare, aventura është pjesë e politikës shqiptare. Unë njoh shumë miq që kam miqtë e mi me fjalë që janë parafarsisht në karakteristikat njëjta me mua, të cilët mund bonim në aftësi intelektuale, qytetare, apo kontribute jemi shumë lartë se sa Saliani, sepse ka diçka. Unë Saliani kam bërë një pyetje shumë të thjeshtë. Jam plotësisht dakord. Ore, çfarë kërkon? Partia Demokratike dhe opozita sot nuk ka nevojë për aventura. Nëse kërkon ti je lider i demokratëve, Partia Demokratike është një peshë e rëndë. Është një peshë shumë e rëndë. Shpatulla dhe Salianit janë të shumë të brishta për të mbajtur një peshë të tillë. E para, e dyta. Unë i kam thënë një gjë shumë të thjeshtë. Në kushtet aktuale ku jemi, pra ju më përmendët 300 apartamente të zonjës Pallupu, unë them do të dalin gjëra të frikshme, nuk kemi kohë të merremi me fjalë as me flokët, as me hundët e zbukuruara. Sepse nëse jemi politikan, kemi një përgjegjësi para qytetarëve, shqiptarëve, sidomos para Zotit dhe para kombit. Se tek e fundit fare vjen një moment. Edhe këto, mëkatet që ka bërë Zoti Rama, Belinda, Gysa të tjerë, do vinë një moment kur të ballafaqohen, do t'ju vitë turp nga vetja. Për këtë lloj pangopsie që kanë, unë nuk kam dëshirë të përdor figura letrare, sepse nuk kanë vlerë figurat letrare. Ky lloj krimi çfarë ka ndodhur? Dhe a ka nevojë Partia Demokratike të shkundët? Po, absolutisht po. A ka nevojë Partia Demokratike me fjalë të zbresën të rënë? Absolutisht po. A ka nevojë Partia Demokratike të largohen disa figura? Jam plotësisht dakord. Unë nuk jam kundra të largohet edhe Berisha, por ka një gjë. Mos harro, vota është pushtet. Pastaj edhe diçka tjetër. Është vështirë në fjalë si them unë për të hyrë në një garë, për të lobuar, për të marrë kreun e Partisë Demokratike, sepse duhet të jesh një njeri intelektual në nivele që të kesh staturën e kryetarit partisë. Partia Demokratike është një peshë shumë e rëndë. Partia Demokratike është goditur pa u ndërprerë nga 1990 deri më sot, qoftë nga ish sigurimi i shtetit, qoftë nga George Sorosi. Dhe akoma ka demokrat, më falë, se do dalë tash këtë pyetja fundit që ju keni ndërmend të bëni, akoma pra protesta tregoi. Partia Demokratike është akoma shpresë, Partia Demokratike është akoma me fjalë lloj partie që në 1990-ën vrau frikën dhe ktheu lirinë. Akoma ka njerëz që besojnë tek Partia Demokratike. A ka nevojë Partia Demokratike? Absolutisht ka nevojë edhe për Salianin, edhe për çdo Salian. Por kush në këto momente i shërben pushtetit, sepse ka diçka. Pushteti në momentin që është, do të prodhojë çdo lloj lajme shterreme. Vetëm që të tërheq vëmendjen nga Gysi, nga Rama, nga Belinda, nga gjithë. Por një gjë shumë e thjeshtë. Miqtë mi, ka pak rëndësi nëse vjen Sali Berisha, Osman Stafa apo Saliani në pushtet. E rëndësishme është ky model duhet largohet.
shumë e rëndësishme është që qytetarët shqiptar duhet të japin një mësim politikës shqiptare. Dhe shqiptarët kanë një problem të jashtëzakonshëm. Kjo është frika ime, kjo është shqetësimi im. Ne dashurohemi mas miteve. Një shoqëri që dashurohet mas miteve është e destinuar të vuaj. Dhe kur vjen puna për përballje, ne kemi një problem shumë madh. Ne pranojmë të largohemi përballë përballjes. Kurse unë themi fjalë që sot është koha të përballemi. Pra, shqiptarët nuk duhet dalim me rikthyer Sali Berishën. Shqiptarët duhet dalim i dhënë një mësim politikës shqiptare. Politikani dhe shtetari është shërbëtor i qytetarit. Kurse në pushtet sot kemi një band kuptim e mirë të fjalës. Dhe ja ku është produkti. Dhe do të ndjojmë lajme dje me datën 31, saqë dhe viti i ri do na duket, nuk do shohim humorin që do prodhojnë mediat, por do themi çfarë po ndodh. Ka marrë arrestime sonte? Qartë, mirë, zoti Stafa, ne kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet dhe do të kemi sërish një bisedë në studio. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj, ju kërkoj ndjes ndoshta edhe në kushte jo shumë të përshtatshme për. Jo, pa probleme, ishim shumë mirë. Ju falenderoj shumë. Kaloni mirë gjithë mirët. Faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Osman Stafa, do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi sërish për të ndalur tek politika në vendin tonë dhe gjeopolitika.